Një ngjarje e rëndë është regjistruar në qytetin e Krujës pranë zonës turistike të Kalas, ku një çift turistësh, të dyshuar si shtetas turq, kanë plagosur rënd një punonjës parkimi gjatë një përplasje për pagesën e shërbimit. Sipas dëshmitarëve në vend ngjarje, dy turistët kanë tentuar të largohen me mjetin e tyre pa paguar tarifën e parkimit, por roja, bujardedja, ka ndërhyrë për t'i ndaluar, duke u pozicionuar përpara makinës dhe duke u kapur mikrofonon e saj. Pamjet filmike tregojnë momentin kur drejtuesi i mjetit nuk ndalon, duke e marrë rojën zvar për disa metra. Dedja përplaset dhe rrëzohet në rrugë, ndërsa automjeti largohet me shpejtësi nga vendi i ngjarjes. Menjëherë pas incidentit, roja u transportua drejt spitalit të traumës në Tiranë, ku ndodhet nën kujdesin e mjekëve. Burime nga spitali konfirmojnë se ai ndodhet jashtë rrezikut për jetën, por ka pësuar plagë të rënda. Policia ka nisur hetimet për identifikimin dhe kapjen e autorëve, ndërkohë që janë sekuestruar kamerat e sigurisë për të zbardhur plotësisht dinamikën e ngjarjes.